Gjithashtu në labirint na i trajtojna personat që në varën prej heroinës pa pagesë. Ministria e Shëndetësisë e ofron një lloj subvencionime për trajtimin e përdoruesve të drogave. Gjithashtu spitali klinika e psikiatrisë në spitalin e përgjithshëm në QKUK e ka reportin e veçantë të smundjeve varësisë, ku mundet me u bë detoksifikimi i smundjeve të varësisë. Mirë po pajtohna që duhet në një institut ose një qendër më e madhe e cila është e specializuar e që kish mujt me absorbu gjithë këta përdorues. Po them edhe një problem. Personi që drogohet, ai ka raporte të këqija me familjen. S'mund të bëhet mira. Po, përdorimi i drogave përveç aspektit shëndetësor ka edhe problemet aspektit sociale, psikologjike, për shkak se afekton jo veç veten, po edhe familjen edhe shoqërinë. Pastaj nëse jemi varur për një drogë të caktuar, për shembull kokaina. Kokaina është droga më e përdorur aktualisht në Kosovë që kena problem shumë të madh. Me të, kokaina kushton 80 deri në 100 euro grami i saj. Domethënë nëse jemi varur prej saj. Po pajtona më ty që po thonë janë qendra, po ato qendra nuk janë institute që e trajton. Është edhe një qendër që i trajton. Qendra me baza në komunitet. Kritere gjermane në qytetin e Gjilonit, po ajo nuk është që i ka shumë spesifikisht që i trajton këto grupe. E njëjta është sikur në Kroaci. E din që është këto qendrat rezidenciale në krejt botën janë të dështu, janë të mbyll. Domethënë qendrat me qendrim afatgjatë janë të mbyll. Tash janë në trend qendrat me qendrim ditor. Si më thonë, shkon e merr shërbimin edhe vazhdon jetën. Ka programe harm reduction të reduktimit dëmit, ka programe të ndryshme. Po i ka, krejt i ka. Do të thonë Kosova nuk bili për rajonin na qëndrojnë mas mire. E sa janë suksesshme këto metoda që përdoren? Po tash ka metodat ndryshme, ka shumë persona të cilët e kanë lënë drogën. Ka metodat ndryshme, për secilin individ duhet me bë planin individual, varësisht nga droga që e përdor, varësisht nga karakteri, nga personi, nga varësia cilën e ka bëhet plani individual. Nuk ka shablon këtë punë. Për çdo person duhet me bë plan individual. Mirë po na si Kosovë, kur e krahasojmë me Serbinë dhe me Shqipërinë, Malin e Zi, ata bëjnë një pyetje edhe për publikun me ditë. So lista e të rehabilituarve, a ka një listë që janë rehabilituar, domethënë ka një